Falenderojmë të madhin Zot subhanahu wa taala, salam e selam mbi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe me gjithë pasuesit e Muhamedit alayhis salam që jetojnë lindje perëndim bashkë Maghrib. Qoftë mëshira e Allahut dhe shëndetit dhe shafati Resulullah sallallahu alaihi wasallam mbi to. Një dietar thotë mos e ngatro personalitetin tim me sjelljen time. Sepse personaliteti im jam unë, ndërsa sjellja ime ndaj teje varet nga ti. Kjo është një fjalë me shumë vlerë. Nuk do të thotë se nëse njeriu sillet keq ndaj dikujt, gjithmonë faji qëndron tek ai. Jo. Muslimani duhet të sillet mirë, muslimani duhet ta falë tjetrin, muslimani do të ketë mendim të mirë për tjetrin, por kur sjellja e keqe dikujt tjetër e tejkalon masën, atëherë nuk ka se ti ke karakter të keq, por u bë sebeb sjellja e atij që domethënë edhe ti të sillesh keq ndaj tij. Po kur vetëm ma kur nuk bën më. Pra njeriu duhet të jetë sabërli, sepse e thamë edhe ditën e Bajramit, një ndër cilësitë më të mira që Allah mund t'ia japë dikujt është dhënia e sabrit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'as sabirin, me të vërtetë Allahu është me durimtarët. Po kur sabri shkon në limitet e fundit të bërit sabër, atëherë veç më je fajtor ti për sjelljen time. Pra, mos e ngatro personalitetin tim me sjelljen time, sepse personaliteti im jam unë, ama sjellja ime ndaj teje më varet nga te. Ashtu sikur sillesh ti, ashtu më detyron edhe mua për të sjellë kështu teje. Prandaj ta ruajmë këtë, gjithmonë kemi përveç se përshtypjet pozitive për secilin njeri, edhe të ruajmë të mos i bëjmë të kujt, të mos e ofendojmë kënd, të mos sillemi keq ndaj tjetrit. Një dietar thotë të ruhum nga i padituri, sepse i dituri shikon punën e vet edhe shikon rrugën e vet. Gjithmonë dietarët i ikin një konflikti. Gjithmonë dietarët i ikin një të keqje. Ruju dhe mos e ngacmo të padishmi, se ai nuk matet se sa të godet. Pra ajo çka e dallon njeriu është dienia që e bën personalitet tjetër. Rri lart njerëzve që nuk pranojnë asnjëherë se kanë gabim. Kjo është një dukuri edhe një cilësi që i ka zaptu koflargu shumë njerëz. Me këtë lloj dukurie, me këtë lloj vese. Sipas këshillave fetare duhet me rri lart këtyre njerëzve që kur se pranojnë fajin për vete, por gjithmonë fajin e tyre ta ngarkojnë ty. Përdohet një shprehje popullore, faji është fukara. Askush nuk e do. Kuptimi i kësaj është se nuk e bën faj. Edhe me ditë se e ka gabim, nuk e pranon gabimin e tij. Me këto njerëz më të përpjek zoti. Janë të rrallë ata njerëz të cilët thonë më fal. Bile shprehja më e qelluar nuk është me i thonë më fal. Shprehja më e mirë është mi thonë ma ban halal. Ma ban halal se të ngacmova, ma bëj halal se të morëm në përgoj, ma bëj halal se ndosha pa dashje edhe të ofendova. Pra, shumë më mirë është i thua shëtim ma bëj halal se sa më fal. Sepse me kuptimin e fjalës ma bëj halal, kënaqet edhe i madhi Zot nëse ai ta bën halal. Kënaqen edhe me lekët e të madhit Zot subhanahu wa taala
kur besimtarët kërkojnë halallëk ndaj njëri tjetrit. Kërkojnë halallëk tek njëri tjetri. Aleikum selam. Allahu na bëf prej tyre. Ya Rabbil Alamin. Një shprehje tjetër me vlerë është edhe kjo: para se të lutesh beso, para se të flasësh dëgjo, para se të shkruash diçka mendo, para se të shpenzosh fito, dhe para se të vdesësh jeto. Çdo të thonë. Para se të lutesh beso. Si mund t'i lutesh dikujt që ti nuk e beson? Nëse besimi jot është i cunguar, nëse besimi jot është i mangët tek i madhi Zot, atëherë si mund të të bëj dobi lutja që ti i lutesh atij krijuesi? Pra në radhë parë, para se të lutesh beso. Beso tek Zoti, beso tek atributet e tij, bëju besimtari mirëfillt në Zot, pastaj lutju Allahut për çka duhesh, sepse Allahu xhaleshanhu i don besimtarët edhe nuk e refuzon lutjen e besimtarit. Pra kushti primar për të pranuar duaja, për të pranuar lutja, është besimi. Nëse nuk beson, mos e lut kot. Selam aleikum. Selam. Bëboni dua. Para se të flasësh dëgjoj. Bile është shumë më mirë me ndigju se sa me fol. Njeriu kur dëgjon blen. Të mirat që i ndigjon futi këtu, të këqijat futin në kosh. Ama ndigjimi i jep horizont njeriut, i jep vlerë njeriut, i jep dieni njeriut. Para se të flasësh dëgjoj. Jo direkt me llomotit dhe me fol, pa pas njohuri apo pa ndigjuar. Para se të shkruash mendo. Aleikum selam. Sot është bë problemi i madh. Përpara kanë pas shkruajtur vetëm shkrimtarët. Tani shkruan edhe ignoranti. I janë dhënë hapësira në për këto rrjete sociale, lloj ignoranti shkruan si ti teket aty, edhe shumë kush i merr për mësim ato fjalët që i shkruan dikush që nuk ka absolutisht njohuri për një çështje të caktuar. Pra para se të shkruaj njeriu duhet mendoj, sepse ka dhe mëkat gishti. Qoftë me laps, qoftë me pen, qoftë me botona që ti shkruan në të rrjete sociale. Ke me dhënë llogari për çdo gjë që ti e shkruan. Nëse është hajër, ka me të shpërblim i madh i Zot. Nëse është sherr, ka me të ndëshku dhe ka me të dënu i madh i Zot. Zoti na fal tjera bërë. Para se të shpenzosh fito, janë një pjesë që nuk ngelet 5 lekë në xhep. Masraf të madh, shpenzim kolosal. Shpenzim jashtë logjike. Njeriu për të bërë shtëpi duhet kursej. Do të jetë kursimtar deri në pikat që lejohet. Jo me shku në fazën e kooperatit. Por ama ajo shkon në propocion, domethënë sa fiton duhet përqindjen e vet për me shpenzuar. Qoftë për familjen, qoftë për sadaka, qoftë për zakat, me qenë e jep të i madhi Zot, me e dhonë zakat këtë pasunin që të fiton. Jo, ka vendos përqindje. Ka vendos tipik 5% të pasurisë që ti e ke. Pra pa pas, ose pa fitu, nuk mund të shpenzosh. Dhe para se të vdesësh jeto. Po, kjo është kuptim ka. Duhet me i banë llogarit mirë o vëllezër. Kuptimi i fjalës jeto do të thotë jeton Islam. Jeto me besim në Zot,
jeto me besim në pejgamber, jeto me besim në melek, jeto me besim në kitab, librat e shpallët të madhit Zot, jeto me besim në ditën e gjykimit sot do të vjen dita e Kiametit, jeto me besim në qada në kader, shartët e imanit përfshirë në amantu billah. Njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm, pra duhet në një farë mënyrë para se të vdesë jeton. Kuptimi i fjalës është se njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm në jetën e vet. Se për të jeton edhe kafsha, për të jeton edhe shpendi, për të jeton edhe kafiri, për të jeton edhe gjunahgjari, mëkatari. Por para se të vdes, jeto tamam në Islam, jeto me frikën dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, me respektin dhe të madhit Zot, dhe duke bërë vetëm vepra të mira, sepse në fund të fundit, ajo që ka në shoqëron neve dhe në botën e pasosur, është vepra jonë, është puna jonë, që e kemi bën jetën e kësaj dunjaje. Allahu na mësoft me punë të mira, e Allahu na distancoft dhe na largoft nga të këqija, ja Rabbil Alamin. Nuk duhet me ndje njeriu shumë keqardhi për çdo njeri që ka hyrë dhe ka dalë në jetën tonë, sepse i sinqerti të bën të lumtur gjithmonë, i keqi të ofron përvojë në jetën tënde, më i keqi të jep mësim dhe më i miri nuk të braktis kurrë. Majni mend këto fjalë të arta. Nuk duhet të ndjesh keqardhje nëse dikush i ka dalë nga jeta jote. E ke pas shok deri në atë moment, je besatu me të, i ke besu për gjithçka, bashkë në atë moment kur këmba jote bie poshtë, ai të braktis. Këto quhen shok interesi, sa je i pasur kredi duhet. Në momentin që ty të ka plorë varfëria, atëherë kupton shokët e vërtetë se kush me të vërtetë shoqëron. I sinqerti pa të bën të lumtur gjithmonë, paske s'paske. I keqi të ofron përvojë në jetën tënde, të mëson. E kush më mirë se sa të këqit mund ta mësojnë neve? Dhe më i miri nuk të praktis kurrë. Zoti na bëj që të shoqërohemi inshallah me këta njerëz të cilët domethënë nuk na praktisin kurrë, ja Rabbil Alamin. Në kërkesën e një xhamatit tonë do të bëjmë një dua inshallah taala për shpirtin e një rahmetije. Emri si e pat? Zoti e mëshiroft ja Rabbil Alamin, që e ka dorëzuar shpirtin tek i madhi Allah subhanahu wa taala. Secili prej nesh kemi më dhënë këtë amanet që është shpirti, dash Allahu i plot që inshallah taala ta mëshiroj i madhi Zot, ta nderoj ardhin e asaj dhe Allahu në fqinjësi me pejgamberin ja Rabbil Alamin, me shahida dhe me ulja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي الجنة إن شاء الله. صلي بس